Bismillahirrahmanirrahim. Po lexoja një fjalë shumë të madhe të Imam Hasan Basriut, i cili thotë se as banorët e qiellit dhe as banorët e tokës nuk e dinë për shpërblimin e madh që Allahu i jep atij njeri që gëzon familjen dhe fëmijët e tij. Dhe u ndala për pak edhe më nxiti kjo për t'ju drejtuar me këtë këshill të gjithë prindve, sidomos në këto kohë kur ka përpjekje të panumërta dhe jemi të rrethuar nga përpjekje të agjendave të ndryshme për të grabitur fëmijët tanë, për të na vjedhur fëmijët tanë, për të vjedhur mendjen e tyre, zemrën e tyre, për të fshirë tabanin e tyre, për të tjetërsuar fëmijët tanë, për të krijuar një brez të shpërfytyruar, një brez me njerëz që nuk kanë besim, nuk kanë Zot, nuk kanë moral, nuk kanë taban, nuk kanë familje, nuk kanë bab, nuk kanë nan. Në këtë kontekst, gjeta një porosi shumë të madhe me të cilën Hazreti Omeri, i madhi Hazreti Omer ibn al-Khattab, Allahu qoftë i kënaqur me të, i drejtohet të birit, Hazreti Abdullahut. I shkruan një letër dhe i thotë: të këshilloj dhe të la amanet të kesh frikë Allahun, sepse ai që i frigohet Allahut, ai do t'i mjaftoj dhe do ta ruaj nga çdo vështirësi dhe nga çdo ligësi në jetë. Dhe kushdo që i jep një borxh Allahut, ai do t'ia shpërblej atë. Bën shenjë këtu tek ajeti 11 i surës Al-Hadid, ku Allah Azza wa Jall thotë: ai që i jep një borxh Allahut, pra nxit bamirësinë në rrugt të Allahut, ose siç kanë thënë, edhe bamirësinë e njeriut në familjen e tij. Domethënë çdo kafshat, çdo gjë të mirë që ai sjell në familjen e tij, ajo është një sadaka, dhe është një lloj borxhi që ai jep Allahut Azza wa Jall, për t'ia shpërblyer në këtë botë dhe në jetën e përteme. Pastaj thotë: dhe kushdo që e falenderon Allahun, ai do t'ia shtojë atij ato mirësi. Bashkë këtu tek ajeti kuranor: wala in shakartum la azidannakum. Nëse ju jeni falendërues, unë patjetër që do t'ju ashtoj mirësitë për të cilat ju falenderoni. Pastaj i thotë: le të jetë takvaja, pra përkushtimin ndaj Allahut Azza wa Jall në jetë, frika e Allahut, dashnia e tij, piknisja e jote kryesore në jetë, dhe le të jetë kjo dritë e zemrës tande. Dhe dije se asnjë vepër nuk ka vlerë pa një qëllim fisnik. Dhe ta dish se pa taban nuk ka të re, domethënë mos e humb tabanin tënd. Çfarëdo që të arrish në jetë, dhe çfarëdo që të kesh në përditshmërinë tënde, mos e harro tabanin tënd. Mos e harro të kaluarën. Mos e harro të vjetrën. Pastaj i thotë: dhe dije se nuk ka besim kush nuk ka besë. Pra kush nuk e man amanetin, dhe nuk ka pasuri, kush nuk ka butësi, dhe nuk ka shpërblim, ai që nuk bën mirë. Një porosi shumë e madhe, e mbushur me stacione ku mund të ndalemi dhe mund të zgjerohemi pafundësisht për të edukuar fëmijët tanë, për të edukuar rinin tonë, për të këshilluar njëri tjetrin, për të mos u distancuar fillimisht nga frika e Zotit në jetë, nga bamirësia, nga rujtja e tabanit dhe e vlerave tona dhe dinjitetit ton, nga nxitja për të bërë mirë dhe për të pas qëllime fisnike në jetën tonë në çdo gjë që ne veprojmë. Pra një këshill shumë e madhe dhe shumë e vlefshme nga një njeri me vlera të jashtëzakonshme, dhe një porosi e cila vlen të lexohet me shumë qetësi, me urtësi dhe largpamësi për të gjithë ne, edhe sot, edhe nesër, në çdo kohë. I lutem Allahut Azza wa Jall që t'i bëhet ndihmë prindve të sotit, e t'i bëhet ndihmë mësuesve të sotit. E i lutem Allahut Azza wa Jall që me na gëzuar në fëmijët tanë dhe me i bë ata ma të mirë se sa brezi i on, e me i bë ata në gjurmët e të parëve të tyre,
për të ruajtur tabanin, për të ruajtur besimin, për të ruajtur zinxhirin e vlerave, për të ruajtur moralin, familjen dhe për të konsoliduar për herë më shumë lidhjen me Zotin e vetëm të gjithësisë. Allahu ju dashtë.